Një iri moshës 28 vjeç nga fshati Çegran është lënduar në vendin e tij të punës nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Bëjnë të ditur se ngjarja ka ndodhur kur personi në fjalë ka qenë duke punuar te një objekt në këtë fshat, bashkë me vëllain e tij, dhe për arsye të panjohura deri më tani e ka humbur drejt peshimin dhe ka ra nga balkoni i objektit ku ka punuar në oborrin e shtruar me beton. Me këtë rast ai ka marrë lëndime të rënda trupore dhe pas asistencës mjekësore në Spitalin e Gostivarit, me urgjencë është transferuar për klinikat e Shkupit. Dje rreth orës 11 në Spitalin e Gostivarit është sjellur një 28 vjeçar me inicialet MB nga fshati Çegran, i cili ka qenë në gjendje të alivanosur nga lëndimet që ka marrë në punë. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov bëjnë të ditur se ngjarja ka ndodhur kur personi në fjalë ka qenë duke punuar tek një objekt, po në të njëjtin fshat bashkë me vëllain e tij, dhe për arsye të panjohura deri më tani e ka humbur drejt peshimin dhe ka rënë nga bloku i objektit ku ka qenë duke punuar. Me këtë rast ai ka marrë lëndime të rënda trupore dhe pas asistencës mjekësore në Spitalin e Gostivarit me urgjencë është transferuar për në klinikat e Shkupit. Organet kompetente kanë kryer inspektim në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të këtij rastit. Ndryshe, nga fillimi i vitit e deri më tani në regionin më të gjerë të Pollogut kanë ndodhur gjithsej 18 fatkeqësi në punë, ndërsa 2 raste epilogu ka qenë fatal. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov njoftojnë se arsyet më të shpeshta që çojnë drejt këtyre ngjarjeve janë pakujdesia e punëtorëve në punë, mospërgatitja adekuate për punën e caktuar dhe mungesja e pajisjeve mbrojtje si mjete të domosdoshme për të kryer veprimtari të ndryshme. Pjesa më e madhe e këtyre rasteve ka ndodhur në sektorin e ndërtimtarisë, të cilat në sektorin e punëve të brendshme i kanë evidentuar me raporte të veçanta dhe të njëjtat më pas i kanë dorëzuar edhe tek prokurori publik i qytetit përkatës. Ndryshe, ligji për siguri dhe shëndet në punë në Maqedoni është miratuar në vitin 2007, ndërsa zbatim ka gjetur shumë pak. Ndërkohë, gjithashtu i vogël mbetet edhe numri i personave që kanë marrë licencë për të bërë organizimin e sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë.